Është gjithmonë kënaqësi të flasim së bashku për librat tuaj të bukur, por edhe për karrierën tënde të gjatë artistike. Si ke filluar ti të shkruash? Në fakt, qysh i vogël kam pas prirje për letërsinë, por fati e cungoj këtë prirje, se në moshën 16 vjeç që rash në burg, kam pas fatin e mirë, e thëm me plët goj, me në kenë në burgun e Borrelit. Dikush mund të thunë si quhet fat burgu, po, ashtë me dvetet fat për mu. Aty gjeta intelektual të më të mdojt Shqipnis, tant pranimit, inxhiniera, ministra, letrar, politikan, të gjithë. Atëherë unë, si e zogu i vogël, që s'mund të fluturojnë, ne janë këtë qerdhen e tyne dhe u edukova prej ty. Nëse kalojmë tek libri që ti ke sjellur së fundmi, Si lule vjeshte. Është një libër me poezi, që flet për periudha të ndryshme të jetës tënde, por edhe për personazhe të ndryshme, ku kemi poezinë për shokun tënd, poezinë për nënën, poezi për jetën. Si mund ta përshkruash ti me pak fjalë këtë libër? Si lule vjeshtet, ja kam kushtu nënës teme, edhe unë po ja o recitoj. Si lule vjeshtet, ti më vjen në heshtje për çdo takim, të varri jem për zgjallit. Nërsa ti madhit e shkrin çdo dit nga pak për cinival. Ti s'dën me prish shqetësinë e shenjt, ku na pa fjala afrohemi të dy e shohim njëri tjetrin sy ndër sy. Zemrën ma zhgull, kur me kokull që nëron t'i nan para portë smjerimit, me sytë për lotun për madhimit, nën këthën vështërën, t'u i dasht me mshehin kujtes, mu, hijen e vujtjes trishtimit.